vajtja deri në këtë ndeshje për të kualifikuar për botëror, besoj që është një sukses i ekipit tonë përfaqësues. Rritja e lojës ka qenë e dukshme, duke qenë që pjesëmarrjen e Europian, ekipi ynë kombëtar nuk është më një ekip që mundet që të jetë i ulët që mund çdo ekip për ata ketë lehtë me ne. Ne përballojmë çdo lloj skuadre Kemi shkuar 2 herë në kampionat evropian, nuk është pak kjo. Është patjetër që është rritje shumë e madhe e futbollit ton, sidomos në nivelin përfaqësues. Lëm për të dëshiruar ekipet tona që nuk po shkojnë në grupet e Champions League-s apo të Europa League-s, por ekipi përfaqësues me lojtarët që ka që luajnë në kampionate të ndryshme në Europë, ka treguar gjithmonë një nivel shumë të mirë dhe shumë të lartë. Shpresoj që në ndeshjen e parë, se duhen përdor edhe shprehjen e trajnerëve të marrim ndeshjen 1-1. Dhe duhet të shohim këtë ndeshje, duhet të fokusohemi ke ndeshja e Polonia. Pastaj mendojmë për ndeshjen tjetër. Dhe ndeshja është e fortë, aq më tepër që fillon në Poloni, ato kanë një tifozlik shumë të madh. Natyrisht që ne kemi bërë një përfaqësim shumë të mirë me Poloninë. Shpresojmë që ta kemi edhe këtë radhë. Unë them gjithmonë duhet dhe pak fat. Absolutisht. Përveç fati mbreti i botës, nuk thon kot. Se një moment do të ndikojë ndoshta për gjithë mbarvajtjen e lojës. Ndërkohë Kosova ka lojtarë shumë të mirë. Muriqi mbi gjithë 18 gola në kampionatin spanjoll të këtij sezoni. Muriqi është e grova luan me Juventus, niveli është i mirë. Ka dhe lojtarë. Fisnik Aslani luan tek Hoffenheim. Leon Avdullahu atje, Albian Hajdari atje. Është një bosht shumë i mirë i Kosovës që luan në Bundesliga tek Hoffenheimi. Do të jetë ekip pretendent për mendimin tim. Mendojnë që Kosova është më afër se sa ne? Po sepse edhe niveli i përfaqësuesve është më i mirë. Edhe kundërshtarët nuk është se janë më dobët. Pra Slovenia, Slovenia është në nivelin e Polonisë.